3 motrat, Besa, Shpresa dhe Dashuria, jetuan në Itali gjatë kohës së perandorit Adrian. U ritën nga nëna e tyre e vet Sofia, me virtyt dhe shpresëtari. Kur vizituan në Romën, fama e tyre u përhap shpejt në të gjithë qytetin. Perandori dërgoi ushtar t'i çonin para tij. I mahnitur nga qëndrueshmëria e besimit të tyre pavarësisht moshës së re, vendosi t'i hetonte veçmas. Fillimisht mbajti Besën 12 vjeçare dhe i kërkoi të blatonte për perëndeshën Artemida. Ajo përqeshi idhuin duke e zemëruar Adrianin. Urdhëroi ta zhvishnin dhe ta rrihnin pamëshirshëm. I pren gjinjt nga të cilit rrjedhi qumësht në vend të gjakut. E vendosën mbi skarë të ndezur që u bë e freskët me ndërhyrje hynore. E hodhën në kazan me katran të valuar që u shndrua në freski. Duke parë perandori se mundimet nuk dëmtonin Besën, urdhëroi prerjen e kokës së saj. Ditën tjetër u përball me Shpresën 10 vjeçare. Pasi refuzoi të adhuronte Artemidën, pësoi mundime të ngjashme. E rrahën dhe hodhën në furrë, ku mbeti e padëmtuar duke lavdëruar Perëndin. I qan mishrat me thonjë hekuri dhe e hodhën në kazan me katran të nxehtë. Përfundimisht i pren kokën si motrës së saj. Dashuria 9 vjeçare me guxim pohoi gjithashtu besimin e saj. Duroi mundime të ngjashme me ato të motrave të saj. E hodhën në furrë të ndezur ku ëngjëjt kënduan bashkë me të. I shpuan trupin dhe në fund i pren kokën. Sofia i varrosi trupat e bijave të saj dhe 3 ditë më vonë fjeti paqësisht mbi varrin e tyre.